Bikur balo. Derisa vini sërish në një udhëtim së bashku me familjen tonë dhe prindërit nga Bangladeshi, dita nisi duke dhënë dhuratat që prindërit e mi kishin përgatitur për familjen që ju shtua familjes tonë të vogël. Ju dua shumë familja ime në Shqipëri. Mami na kishte përgatitur mëngjesi me reçel, domate, kastrevec, mushtmoni, petulla, vezë dhe çdo të mirë, dhe pasi shijuam mëngjesin ton, nisemi drejt autostradës së re Tiranë-Elbasan. Pamja ishte mbreslënse, u ndjeva turiste në vendin tim. Pasi autostrada e re u ndërtua, nuk kam patur mundësinë që të udhtoja, duke qenë se u largova për në Gjermani. Prandaj dhe unë, si prindri dhe bashkëshorti, kam ngelur e mahnitur nga bukuritë e kodrave, maleve dhe peizazheve aq të bukura të gjelbërta, që edhe pse vjesht, kishte akoma lulëzim. Tek shijonim natyrën aq të bukur, të dy u tham njëri tjetrit që kjo zonë duhet të quhet patjetër Zvicra e Shqipërisë së Mesme, sepse ngjason shumë me pamjen aq të bukur dhe të gjelbër të Zvicrës. O malet e Shqipërisë, e ju lisat e gjatë, fushat e gjëra me lule, që ju kam ndërmend ditë e natë, ju bregore bukuroshe, e ju lumej të kulluar, quka, kodra, brinja, gërgje dhe pyje të gjelbëruar. Po ju lë edhe ju të shihoni të gjithë pamjet e bukura dhe mbreslënse që ne kemi patur gjatë rrugtimit. Kjo për të gjithë ju që si unë s'keni patur mundësinë për të udhëtuar në këtë itinerar rruge. Kazo dhe prindrit e tij u mahnitën nga sipërfaqet aq të pafundme që ishën të mbjellura plot me ullinj. Po prindrit më dërgonin ndonjëherë gjëra me autobus, Kazo kishte parë shishe të mëdha 5 litrëshe me vaj ulliri dhe qeshte, por këtu e kuptoi rëndësinë e vajit të ullirit dhe sa shumë ne prodhojmë. Kazo e kishte parë Beratin në video turistike për Shqipërinë. Dhe mezi priste që të shkonte tek qyteti i 1.100 dritareve dhe të shikonte pamjen e bukur sikurse e kishte parë në video turistike. Ishte aq i dashuruar me natyrën sapo ja tregonte me aq pasion edhe prindërve të tij. Tek pashmëllaret e barit më kujtua shumë fëmijëria aq e bukur në fshat, dhe aroma e kashtës që më sjell shumë kujtime të bukura. Këtu mund të dëgjoni entuziazmin e Kazos që mbërritet në Berat. Dhe pasavarësisht 2 orë rruge mbërritem me kalan e gurë të Beratit të bukur. Rruga e vjetër më kujtoi ekskursionet që bënim në shkollën fillore. Ajani në asnjë mënyrë nuk lejonte ta mbaje për dorë, donte ta ngjiste vetë rrugën deri në hyrje të kalas. Sa kaloi harkun e kalas, në hyrje shijoje punimet aq të bukura me dorë, si qentro, mbulesa të qëndisura dhe çerçaf. Dhe kështu dal nga dal filluam të ecnim në lagjet e vjetra të Beratit. Në krah të rrugës kishte dhe suvenir të shumtë, qilime dhe aksesorë që të roqën shumë mendje tek Ajani, i cili donte që t'i merrte që të gjitha. Në çfarë do të ishte Berati pa macet përkëdhelëse në rrugët e vjetra të qytetit? Fshatin e bukur Shëngjërq ku unë kam kaluar fëmijërinë deri në moshë të vogël, kemi edhe në shtëpinë tonë me gur të rëndë si në këtë lagje të vjetra. Kështu që për mua ishte si të isha në shtëpi. Nëse do më thonin të jetoja këtu, do e bëja, sepse jam person që më pëlqen shumë gjërat e vjetra dhe nostalgjike. Porta e kësaj shtëpie të vjetër na pëlqeu shumë.
Mami më tha që kjo hyrje shtëpisë duket si tek filmi Tonka dhe shokët e tij. A nuk ju duket edhe juve kështu? Ndërkohë këtu mund të dëgjoni kazën që thot kumlla sepse pam diku afër një pemë kumlle. Ndërsa Jani vazhdon aventurat e tij me Macën. Jani është mësuar të marrë manafera tek shtëpia e gjyçit dhe nunës kur ka qenë në Tiranë. Prandaj sa pa manaferat në ferrat Buzrrugës, donte me patjetër t'i merrte. Kështu që nuna e ndihmoi. Balo? Ku balo? Shumë e mirë. Shumë e mirë. Dhe unë fiksova dhe rash në dashuri me këtë derën e drujt, nga ku bëra dhe foto. Akropoli i referohet Kalas së Beratit, një fortesë e lashtë e vendosur në një kodër në mes të qytetit të Beratit, e cila njihet si një fortesë e gjallë, sepse 100 familje vazhdojnë të jetojnë brenda mureve të saj. Termi Akropoli është një fjalë greke, e cila e referohet një qytetit të sipërm, që i përshtatet një kalaje të vendosur në një kodër. Akropoli është një vend historik që është pjesë e qendrës historike të Beratit, e listuar nga UNESCO. Duke ecur dal nga dal deri në lartësinë e mureve të gurtë, arritëm në pikën e lartë të Kalas, ku mund të shikonim një pjesë të lagjeve të Beratit. Kalaja e lartë ishte mbushur plot me aromën e kësaj bime të vogël, që sigurisht edhe unë nuk mund të rija pa e këputur një. Kisha e vogël poshtë kalas të ishte shumë vëmendje, kështu që pjesa poshtë ishte e mbushur plot me fotografë që bënin foto. Pasi sot ditëm një pjesë të Kalas, morëm rrugën në kthim, ku dhe blem dhe suveniret tanë. Jani zgjodhi suvenirin për familjen tonë, kurse dy nunat zgjodhen vetë kë pëlqenin më shumë, secili nga magnetet kushtoi 200 lekë të reja. Te kaluar prakishës së vjetër, një xhaxhi që e përshëndesim, po i binti filharmonikës, dhe tek Jani kalonte duke mbajtur gurin që gjeti në rrugë, i boze qeshi birit dhe tha mashallah. Kur Jani pa gjyshin që po shikonte brenda ambienteve të kishës, vrapoi menjëherë që të shikonte edhe ai. Te ktheheshim një teta që shiste na pa që ne po merrnim rrugën për u kthyer dhe na tha: "Po ju s'keni para panoramën më të bukur nga kalaja." Kështu që morëm drejtimin që na solli te ky xhaxhi që ishte shumë i mirë, që ishte fruta të ndryshme nga 100 lekë të reja. Ju bë zemra mal kur Kazo i tha për kumllat Lela që ne blem shumë të mira. Faleminderit. Por sytë e tij u përlotën tek dëgjoja Janin tek i tha: "Paqim." Dhe mendimin e tij zbuluam cila është pjesa e panoramës më të bukur, kështu që morëm tat pjetër nëpërmjet shkallëve të Kalas, dhe mezi prisnim që të shikonin pamjen e premtuar. Pamja që na u servis s'kishte të paguar, s'kishte fjalë të përshkruaje, po thjesht ta përjetoje dhe ta shijoje me sytë e tu. Munduam të bënim foto si kujtim, por as kamera më cilësore nuk do të mund të shkrepte dhe ta ruante në foto ato pamje aq të bukur. Dy qytetërime, dy lagje, lagja e re aktuale dhe lagja e vjetër me gur të rënd, që bashkoheshin nga disa ura së bashku. Berati i bukur, që nga një cep i tij dëgjohej azani nga xhamia dhe kampanat e kishës përballë në cepin tjetër.
Dhe ja dhe tumori, me majën më të lartë 2416 metra, cili ngrihet vetmitar në një rrafshin pa fshin që ta rivalizojnë dhe zotëron kështu pamjen nga të gjitha pikat e horizontit. 4, 5, 6, 7. Pasi kënaqën shpirti me këtë pamje, morëm rrugën në kthim. Ka tashmë është mësuar me pjesë më të madhe të frutave shtëpiake të oborrit të Baçës. Kështu që di fikun, qeshin, hurmën, kumbullat e ndryshme, të ktheheshin pa një pemë fiku që po ja tregoja atij dhe Ajanit. Prind nga Bangladeshi ishte hera e parë në një kala, kështu që e shijuan shumë më të ecën në histori dhe me kujtin e ngrohtë të ecnin rrugës. Në fillim të udhëtimit, tek ecim drejt kalas, pak në lagjet hyrëse, pam një restoran që për ne kishte pamjen më të bukur dhe vendosëm që duke qenë se ishte orari drekës, të ndalonim aty për të konsumuar drekën tonë, me një pamje që nuk kishte të paguar. Restoranti kishte çmime pak më të larta krahasuar me restorantet që ndodheshin pranë pikës së panoramës. Ne morëm forgezë, sallatë fshati, patate për Ajanin dhe një nga specialitetet e zonës që ishte si focaccia mbushur me kërpudha dhe 3 djathra që quhej taf mbrica. Ushqimi ishte, le të themi, okay në shije. Dhe pasi pushuan pak, ishte momenti për të shkuar tek pamja që Kazo kishte parë në videot për Shqipërinë. Mezi po priste që të shikonte me sytë e tij panoramën aq të bukur të Beratit, të qytetit të 1001 dritareve që Kazo im nuk ndalonte së pyeturi kur do e vizitonte sa herë që vinte në Tiranë. Duke qenë se biri u lodh, donte opa tek mama, kështu që e zbritëm avash rrugën bashk. Dhe nuna më bënte video. Aty pranë ishte një kalë që Ajani kishte qejf ta shikonte, por kishte frikë ta prekte. Për mua ishte hera e dytë që vizitoja Beratin. Hera e parë ka qenë kur isha në universitet, ku gjatë praktikës së shkollës takova një praktikante tjetër që më pas u bë shoqja ime, Borana, që e përshëndes shumë. Në atë kohë qëndrova te kurave kurore tek shtëpia e saj për një natë. Për mua kohë të çmuara dhe me fat që e kam njohur. Urën e Beratit e kisha vizituar në ato kohë, domethënë rreth vitit 2014-2015. Kështu që deri atëherë shumë gjëra do kishte ndryshuar. Nuk po mbaja mend emrin e urës që unë kisha qenë dhe ku pamja e lagjeve të vjetra qëndronte pas. Kështu që pyetëm me djalë rrugës, i cili shumë sjellshëm na tha që për të shkuar tek kura Goricë, do të duhet të ktheheshim te taksi djathtas. Dhe këtu filloi pamja që na befasoi dhe na bëri të mahniteshim. Dhe ku wow, doli aq natyrshëm nga të gjithë ne. Me pak fat ja dolëm që të gjenim dhe parking, kështu që zbritëm karrocën e Ajanit dhe filluam të ecim drejt urës të mahnitur nga pamja që kishim nga të dy anët. Duke qenë se kishte filluar të erësohej pak, qyteti kishte një magji tjetër me dricat e vogla që i jepnin tjetër nurë të bukurisë qytetit. Dhe të mori madhështor ngjante aq bukur me ret ngjyrë roz.
Magneti që biri zgjodhi u tregtsua aq bukur me pamjen e qytetit. Kaza gëzonte si fëmijë që më në fund po e shihte me sytë e tij qytetin e bukur dhe atë pamje virale të Beratit. Kështu shënuam kujtimet tona edhe në Berat me disa foto para se të largoheshim. Ne urojmë shumë që ta keni shijuar këtë udhëtim së bashku dhe besojeni vërtet, Shqipëria jon është e vogël, por shumë e çmuar. Ne shihemi sërish në një aventurë tjetër. Paçim!